Vendimi i gjykatës themelore për t'i caktuar 30 ditë para burgim këngëtarit Besart Kelmendi, i njohur për publikun si Gjesti, ka shkaktuar një tërmet të vërtet në estradën shqiptare. Ndërsa institucionet e drejtësisë po vijnë me procedurat e tyre ligjore, komuniteti i artistëve ka nisur të rreshtohet hapur në mbështetje të kolegut të tyre. Reperja e njohur Tajna ka zgjedhur të reagojë publikisht përmes një postimi emocionues në Instagram, duke përpjekur të tregojë publikut anën tjetër të medaljes, atë që shpesh mbetet e padukshme pas kamerave. Duke ndarë një foto të ngrohtë ku dy shashihen duke përqafuar në skenë, Tajna ka dhënë një mesazh të thellë. Ai theksoi se veprimet apo gabimet e artistëve shpesh gjikohen ashpër nga jashtë, por pak njerëz e kuptojnë zhgënjimin dhe padrejtësitë profesionale që i çon ata drejt një reagimi. Shumë njerëz e gjykojnë reagimin, por pak e dinë se çfarë shtyn një artist deri aty. Kur puna jote, zëri dhe djersa jote nuk respektohen, dhimbja bëhet revolt, shkroi Tajna duke lënë të kuptohet se prapa skenat e industrisë muzikore mund të jenë të vështira. Për Tajnën, ky nuk është thjesht një problem individual i Gjestit, por një betejë që preket nga shumë krijues. Ajo bërë një thirrje të hapur për solidaritet mes artistëve në momente të tilla kritike. Artistët meritojnë drejtësi për krijimet e tyre. Në fund të ditës ne kalojmë sfida të ngjashme, dhe këto janë momentet kur bashkë duhet të mbështesim njëri tjetrin. Ky reagim i Tajnës dëshmon se pavarësisht të laçeve aktuale me drejtësinë, Gjesti gëzon një respekt dhe mbështetje të madhe morale nga kolegët e tij në skenës, të cilët kërkojnë mirëkuptim për të vërtetën e çdo artisti.